Nga mesnata deri në orën e mëngjesit, Instagrami, TikToku dhe YouTube mund të bllokohen për adoleshentët deri në moshën 16 ose 17 vjeçar në Mbretërinë e Bashkuar. Hajde ta ndëgjojmë çet video prindër të dashur, pastaj kam do fjalë për këtë pjesë. Nga mesnata deri në orën 6 të mëngjesit, Instagrami, TikToku dhe YouTube mund të bllokohen për adoleshentët 16 dhe 17 vjeç në Mbretërinë e Bashkuar. Qeveria britanike ka propozuar që të rinj 16 dhe 17 vjeç të mos kenë akses në këto aplikacione nga mesnata deri në orën 6 të mëngjesit. Kufizimi do të aktivizohet automatikisht, por adoleshentët do të kenë mundësi ta çaktivizojnë vetë duke ndryshuar cilësimet e llogarisë. Qeveria britanike propozon gjithashtu kufizimin e disa funksioneve të rrjeteve sociale që i mbajnë të rinj të lidhur për orë të tëra me telefonin. Sipas saj, këto ndryshime do t'i ndihmojnë adoleshentët të flenë më mirë, të përqendrohen më shumë dhe të kenë një rutinë më të shëndetshme. A menoni që ky send do të më ardh edhe tek ne në Shqiptari, domethënë si në Kosovë, në Shqipëri, Maqedoni, Preshevë e tjerë. Atëherë, sipas menimit tim, unë mendoj që do të më ardh deri në moshën 18 vjeçare, prej orës 10 natës deri në ora 8 mëngjesit mos me pas fëmia telefon. Edhe nëse për shembull e merr fëmia telefonin me pas me orë të kufizuar, gjys ore ose një orë maksimum. Që besa më ja bllokua linkët, si për shembull Facebook me të hy vetëm në YouTube Kids. Do me thonë që YouTube ja është vetëm për fëmijë. Vetëm kështu mund të edukohen atë aspektin edhe mos të shohin degenerime që po ndodhin ditë a ditë. Edhe mos të shohin që besa ata njësit e dreqit që me çdo kusht mundohen me naj degenerue fëmijët tanë. Prandaj, sipas menimit tim edhe një herë ju them që duhet me ardh, po jo çfarë mendimi keni, a duhet me ardh ky ligj edhe tek ne në Shqiptari.